Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe transmetohet çdo javë edhe në RTV Dukagjini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Javë pa filluar me këtë podcast, mos harrojmë të falenderojmë sponsorat tanë të cilët janë Patos, Mucha Solar, Pro Transport dhe brendi i automjeteve nga Korea e Jugut, Sanyon Kosova. Me neve i ftuar është trajneri i mirënjohur dhe ish futbollist i shumë vjeçar Zekeria Ramadani. Trajner, mirë se vjen në podcastin Arena e Yjeve. Mirë se u gjeta, faleminderit. Me të vërtet një emocion më ndryshe, kam qenë për shumë emisione, po kjo është një gjë shumë më ndryshe se emisione televizive tjera sportive. Faleminderit. Trajner, shumë të në Kosovë të njohin si trajner shkaku dhe i punës tonë, i trofeve të fitum, i dominimit ligë për shumë vjetë. Po pak e din atë pjesën tonë si futbollist, ti ke qenë një futbollist jashtëzakonisht shumë i mirë, ke bërë karrierë përveç Maqedonisë, Shqipëni, Bullgari, deri në Azerbajxhan. Na trego hapat e parë tu me futbollin. Normal, tani edhe më tepër është entuziazmi përveç tek fëmijët, është edhe te prindi për me bë fëmijën futbollist. Në atë kohë nuk ka qenë kështu. Në atë kohë kur vike koha për me shku në serviqe, 100 potere në shpesë, s'ka qenë askush futbollist, ti ke mu bu futbollist. Kështu ka qenë ideja të se atëherë ishte shkolla dhe ndonjë zanat, po flasë viteve 1990-ën, ku unë isha veç 10-12 vjeçar. Mirë po dëshira e madhe për të luajtur futboll, pasaj edhe baba im që ka ndruje 2007, e ka dash futbollin shumë, mbështetësi më i madh imi ka qenë. Edhe gjithë unë jam një djalë me 3 motra, edhe kur je vetëm një djalë në shtëpi është pak më ndryshe, jo po lëndohesh, po bëhesh kështu, edhe ka pas shumë vështirësi, mirë po mbështetja e babës s'ka mungu asnjëherë, dhe hapët e para ku bote Shkupi në atë kohë ishte Slovigo Magnat 1991, dhe deri 2004, ka pas shumë vështirësi, ka pas shumë padrejtësi, që në kategoritë e ulta, domethënë, babën tem si një fke kërkush ka qenë një punëtor i thjesht me një fabrikë të asaj kohe, dhe ndoshta 3 vitet e para, U13, U14, U15, vetëm kom bo serviqe, sa asnjë minutë s'kom lujt. Gjithë tjerët ishin super yje para meje. Mirë po puna, entuziazmi, dëshira, karakteri, para kretve, arrita të futëm në ekipin e parë. 1996 ka qenë. Dhe aty 96 isha me ekipin e parë, 97 më dha në Huazim Shkëndijt Araçinës. Kjo është shumë një model për këto të rinj, se tani unë në ekip kam shumë të rinj dhe ju intereson paga e momentit dhe nuk kanë objektiv me arrit Me lujt. Unë një vit, besoj ndoshta keni një Haraçinën, është një fshat nga shtëpia ime, dikun 40 minuta me autobus. Unë i mirësha 1000 denar muja. 1000 denar muja janë 16 euro, 17 euro rrogën. Harxhesha 25 euro për autobus. Pas një serviqe se kom lënë. Dhe një vjet atje kam qenë antar i Shkëndijës Araçinës, futbollisti i Shkëndijës. Mirë po qatë vit një trajner Maqedon kishte përcjell shumë ndeshje. Kjo është kur lidhet edhe fati, po edhe puna, edhe një bindje të madhe që kam unë që Zoti nuk e lën pa shpërbly atë punëtorin dhe atë sinqertin drejtin. Në 98-ën ai trajner e merr slogan Shkupin tani. Edhe kërkon numrin 6 prej Shkëndijës. Këto të kryesisë klubit as që e kishin idenë se kush është numri 6 i Shkëndijës. Si ishte rriti. Fare, se as kam përcjell as ndeshja as. Edhe sekretari i klubit merr sekretarin e Shkëndijës Araçinës i thot kush është numri 6? Thot ai Juvive Zeka, se gjithmonë në Shkup Zekom thirrën. Edhe domethënë veç 2 persona më kanë thirrë me emrin Zekeria, është babim dhe gjyshim, baba i babës, ditë kanë ndrujet. Për ndryshe nana, bashkëshortja, motrat, krejt shkurt Zeko më thrasin. Edhe thot Zeko është, si më thot ke joni, po thot e kërkon trajneri. Trajneri unë në Turki isha. Se pata shku me një provë atje me një ligë amatore, kur merr presidenti atje te kishorët e shtëpia, kish marr numrin. Kjo është një histori shumë e rëndësishme për mua në karrierë. Edhe unë nga Turqia drejtë në pregaditje se kisha ndigju kur emrin e trajnerit. Kur Nikola Ilievski, Gjigji, e ka pas një novk. Dhe kur shkova në hotel,
tash me trem, me një farë emocion pa parë. Edhe kur u trajner një person qohet nga ku ishin ullë gjithë stafi teknik, edhe më pret, Ramadani, mirë se erdhe, ngejda unë jo. Thash trajneri më njif, nuk e njif që kur më përshëndetje, e kuptova se është trajner. Pasaj, vetëm në Sloveni ishim pregaditje, ishte janar, në Kërqov, unë erdha, në Kërqov ishim pregaditje faza e parë, se në atë ku ishin shumë faza e parë pa topa, vetëm vrap, faza e dytë në Sloveni, me tope, me ndeshje kontrolluse, po fatë kesh në Sloveni, 5-6 ndeshje kontrolluse, i humbëm gjitha kur u këthim me ndrun trajnere. Një dëshprimi pa pam tonë. Se thash more këtë, tash ki largohet, vjen në i trajner tjetër, direkt më jep në huazim edhe. Mirë po jo, unë se kisha atë fatë, treneri u largu, unë e mbeta 7 vite në ekipin e parë, standard, duke lujt shumë ndeshje informacion, duke arrit edhe repsacionin, por me e keqa që një periudh 22-3 muesh 5 operacione të rënda, 5 lëndime të rënda. Edhe kur e bona lëndimin e tretë, fakt edhe në shtëpi, s'guzesha me përmend mo, se unë du me lujt, po mu kthy. Jo, me ja përmend nanës që unë vesa në shnoshem kthehem, ma mirë mas me foli. Edhe kur vinte dikush me pa, pyete, sa të ka thonë doktori, sa dush me pauzu, unë e shifsha nanën atë dhe jo s'dijet, unë e disha se më 5-6 mujtë du të me pauzu, po s'guzesha me thonë se duhet mu këthi se thash një ideal është ndryshe. Por shumë momentet mira, shumë vështirë është për të bo futbollist, konkurenca është e jashtëzakonshme, do shumë punë, shumë sakrificë, shumë karakter të fortë, ndoshta edhe njëri e ka dhe fatin që mos lëndohet hiç, unë kam bo shumë lëndime me një periudhë shkurt, po falë Zotit edhe pas lëndimeve arrita të luaj edhe 12 vite më tepër. Për trajner pas Shkupit, ke bu karrierë edhe në Bullgari edhe në Shqipni. Si e kujton këtë kohë? Para se me shku në Bullgari e konë edhe në Rusi pak, në prova. Po, 2001. Pse nuk nejte? Po, më njëro shpeshman që shkova, jo. Një klub me amën, një klub i madh. Ishte viti 2001, ne ishim kampion për radhën e tretë në Maqedoni. Po, e keni dominu ligën. Po, 99, 2000, 2001, 3 vite me radhë dolëm kampion. Edhe në ronë Champions Elimination Round, kjo që është rondi parë, Steaua e Bukuresht, super skuadër, shumë e fortë, atje humbëm 3-0. U kthim në Shkup, more nesërmen ose pas nesërmen, e kishim edhe ndeshën kthyse. Më merr presidenti telefon, tha, ka një ftesë prej Spartak Moskvës me shku në provë. Po abit atje, Spartak Moskva në atë vit ishte në grupe Champions me Bayernin edhe me një skuadër italiane shumë e njohur, nuk më kujtohet tash, po Bayernin e moj mend që ka qenë në grupë. Tha, më shku në provë, ka qenë agent në atë kohë, edhe akoma është Fali Ramadani, është një ndër agentët më të fortë shqiptar ose edhe në botë. Na në top 3 është tina gjithë. Edhe, okej, më nxorën biletën, me njëjtë edhe futbollisti i Makedonia Gjorgje Petrovit, po ai Maqedon. Edhe për fat na kanë për herë parë në jetë ose herë e parë që më ka ikë aeroplani. Unë i Shkupit, ai për një qytet tjetër, edhe ai kishte biletat. Unë shkova në aeroport, prit iku aeroplani kur erdhaj. Thashë jam mendon se më autobus, duhet me shku. Si dha po thash unë që 2 orë jam këtu burr. Na iku aeroplani. Si ti themi tash gjeni se na iku aeroplani turbima. Na nxor biletat prap për të nesërmen. Okej, unë ecëm të nesërmen. Losi e madhe deri në zdi si ka qenë linja Shkup Stamboll Moskë. Arritëm atje, na morën me një makinë në aeroport, shkum te baza ishte si një burg i sigurimit lartë, ku këtë vrasës mund t'jenë atë burg. Ato murnat e mëdhej, domethënë 2-3 metra. Stil komunist. Po shumë e madhe. Kampi servitor. Edhe të lodhur, ushtrim aty duke po shua, dhe s'patëm servitja, kur mbrëmje vjen, sa atje gjithçka ishte në dorën e ndihmës trajnerit. Se trajneri kryesor ka qenë Oleg Romantsev, ai ishte edhe trajneri i Spartak Moskës, ishte edhe seleksionuesi i Rusisë. Një emër shumë i njohur, dhe Časlav Grozni ka qenë ndihmësi i tij. Edhe ne duke pushuar me shohun atë Maqedonin,
u fut trajnerin Dims, na përshëndeti, ai kishte punu në Bullgari pak, edhe dinte që ne maqenisht, ne dim krejt gjuhë maqedone, edhe ingjan, edhe bullgarisht, ingjan pak, edhe gjuhëve rusishës, ka edhe disa fjalë rusë. E po na flet, ai tha, edhe atëherë ishte lufta në Maqedoni 2001. Pat krisë lufta, konflikti armatosur. Tha, si është situata atje poshtë? Unë e vërejta direkt se ku do ndalë. Thash, mirë, shkurt. Ai nuk foli fare ai shoku. Thash, mirësh, në rregulli. Tha, rini rahat, po ta tham kështu bullgarisht si ma tha. Tha, rusi, sërbi, bullgari, makedonci, tha, slavi, një e braqa dhe në albanci, kështu ma va. Unë e thash se din që jam shqiptar. Nesër me e man telefon në agentin, në pasaportën, biletën të kthejem. Jo, mëri, kur ja kalë rasin. Po lebe, thaj, veç ashtu kurse ju të rini rahat, se po çfarë rahatit, se sërijet rahat. Po, sa ti ndejta 10 ditë në dukot. Edhe me keqja... Pa dëshirë. Pa dëshirë fare, edhe një gjotë tjetër ati ka ndosë, se u futan atë kushinën, ku kishim restoran, kishim fitnessin, bazë e madhe, kam për servitor, siguri Spartak Mosës, ishe shtet në shtet ajo. Edhe e posh një kazan, shkruante Sfinska mast, vaj derë, peja ditë. Vetëm buke kep edhe kos gjotë tjetër, u dopsova, humba një 3-4 kilogram, edhe me nëse prita mukthi. Pasaj vazhdova të Shkupi, merë mundësia me provu një shtet tjetër, Bullgaria, ati isha 2 vjetë, ishte në periudhë e mirë, se kisha menaxher, ka qenë një repsatusi i Turqisë, Safet Sanxakli, Bosnjak, prej ardhin Bosnjak. Ka bollë këtu në Kosovë transferu mundu. Po, ka qenë shumë agent i njohur. Ai ma mundsoi me shku atje, 2 vjetë, pas asaj Shqipëri, 2007-2008. Shqipëri, kur shkova për herë parë. Ne na mësu... fillimisht e Besa Kavas. Ne na mësu në Maqedoni, ka ngel, ndoshta edhe pe ish Jugoslavisë, edhe Liga e 2, edhe Liga e 3, kur del në serviqe, del krejt njësojt, njëtën gjyre, njëtën. Shkova unë ditë e para në Bes Kavajës, kur e shoh një me një bluz Teuta, një Kastrioti, një Vllaznias, një... Tha shku ko marrë dhe zatë. Po kisha aty 2 bashkëvendasit e me, ka qenë edhe Arben Nuhiu edhe Suaz Zendeli, por edhe drejton Krasniqi, aty edhe Alban Dragusha. Edhe shpejt me këto ambientova, adaptova aty edhe... Shumë ekipe forte më në vjesë. Disa ditë pasaj se shifsha se me çfarë si kanë dala, me Teuta... Atmosfera. Po kena pas një atmosferë që jashtëzakonshme, edhe arritëm dolim në Evropë, unë edhe debitova, debutimi im për Besën e Kavajës ka qenë në Beograd. Me Bezhania ka qenë atje. Edhe atje që shu ka, edhe atje ka ndonë një rast. Si mojme, ma dhe të kujtu. Ma kujtu e kina pas një tifos Gjaxhi Kasam. Ai me prejardhe kosovare, po se në Kavaj ka shumë kosovare. Shumë. Ashtë a i fshati viladet. Edhe ne, për shkak që u thtu me charter, me aeroplanin tonë, i murë disa tifos presidenti. Edhe Gjaxhin Kasam e murë. Shkum në atje, u lytë ndeshat e stadiumi Partizanit Beogradit. Edhe sigurimi jashtëzakonshëm. Ne sigur pa tjetër me dal për hotelit me pi kafe. Dilshe me pi kafe, ndoshta 10 deri 20 policë mrapa nesh që kena pas. Kur nuk na thoshin mos dilni apo vetë sigurimi. Edhe erdhë banëm servitja ditë mirë, nesër me ndeshje, nisemi, ne nuk e kemi pa Gjaxhin Kasam se ka hi para futbollistëve dhe atje mbrapa. Edhe për Shqipërisë në atë kohë nuk ishte ai ndjenja se çfarë armiqësia është me shqiptarët. Nuk i kanë njohur ata që njohëm na që kena jetu bashkë. Që ndodhi me reprezentacionin e kombëtarën e Shqipërisë në Beograd. Mrim atje te stadiumi, zbresim në futbollistat përpara. Njësia speciale, shumë e përgatitur, shumë sigurin madh. Vetëm kur ka dalë Gjaxhi Kasam. Me Tirçi, me veshje kombëtare, edhe flamurin kombëtare, kishte lidh këtu, sa ishte gjatë komplet flamurin më. Po kur e kam po, mu kesh shumë kur ato njësia speciale, veç kur e ka po, tha,
Sërbish për e thamë kështu se tha jo ove që da poshtë një treti s'feskerat tha. Ky dhe filloj tha luftën e tretë botërore. Kur e kam po shumë. Ta gjveshën vetë me pijama e ka në një stadion. Po ajo ka qenë një komedie edhe mirë lutëm atë ndeshje. Duhet pa me përmenë se keni shok edhe ju drejton Kasni që ka qenë futbollistin ndeshjes. Asistojmë duket një gol edhe, jo, 2 asiste i boli 2-2 dhe i eliminum Serbët në Tiranë. Besa në atë ku ka eliminu Bajagi ekipe, ka lujt në Evropë. Realisht 2 vjet, unë 1 vjet e qësa se në ra 2 herë me lujt në Evropë, edhe vitin e parë kur shkova debutova në Beograd, pas se në ra Liteksi i Bullgarisë aty eliminum, vitin tjetër eliminum Etniko Sakna me golin e Lecit. Minutat e 90 në ka fundin. Thejke s'muj me gjetë atë goll dhe ke golla me mirë në karrierë tem. Jashtë zone ka zone shumë. Jashtë zone një goditja dhe arritëm 1-1 duket atje, po 0-0 ndërës 1-1 atje dhe u kvalifikum ne, pastaj na ro Grasshopper si një super skuadër. Atje kemi lujt ndeshjet të jashtëzakonshme. Shumë ekipin e mirë ka pas Besa. Shumë ekip e mirë, atmosfera ka qenë shumë e mirë dhe një president që gjithmonë ka qenë afër ekipit. Nuk ishim në raporte president futbollist edhe që distancë, jo, maj me neve ote, me neve hante, me neve pinte, me neve rrinte gjithkohën. Thjesht ai donte Besën edhe akoma e don se akoma është ai president, por gjatë Bishdili. Edhe më i favorizumi për futbollistëve ka qenë driti. Vazhdon me pas një afeksion shumë me Kosovar, dritin e ka. Me shqiptar të Maqedonisë. Po, gjithë ka pas në ekip. Më të rëndësishëm kanë qenë ja Kosovar ose shqiptar të Maqedonisë. Edhe në fillim kanë qenë pak të Dinamo. Po, Tiranës. Dinamo Tiranës dhe atëherës kishim një fal lufte me diumin se na qushin Maqedoncit. Çdo medium që shkruante, kam qenë unë, Arben Nuhiu sa Zendeli, derisa vendosëm mos me dhon asnjë deklaratë me asnjë. Se ne ju thonim nuk jemi në Maqedonë, jemi shqiptar nga Maqedonia, kemi pasaportën e Maqedonisë. Si keti edhe në Preshevë shqiptara, mund t'ju thomi në Serbat e vëjës, asnjëherë. S'ka sens. Gjithmonë na qunin Maqedoncit, derisa deri vonë kanë rregulluar. Po, ne nuk jepshim asnjë deklaratë, ajo gazetë që na qunte Maqedoncit. Pastaj jo që ndaloi ajo, edhe tash ka shumë që thënë për shqiptar që luajnë në Maqedonisë atje Maqedoncit. Është për neve, ndoshta për ato nuk ka kurfar vlerë, por neve shqiptarët e Maqedonisë. Trenera menon që na shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë kena talent më shumë me luftë futboll se të Shqipnisë. Jena ma, që me thonë? Dhonën për zotit e kena dhonën për zotit ma shumë. Unë e shoh që ashtu të qysh se ka lojtarë si do mos të sulmit, prodhojnë ana shumë a shumë, edhe në kohën e fundit veç po shihet edhe po dalin jashtë lojtarë që. Unë mendoj që na të Kosovës edhe se unë jam gjysë kosovari, na ime në Kosovë ka litë. Unë jam nip Kosovë, por nuk kam pasaportën e Kosovë, kam Maqedonisë. Karakteri jo ndryshon. Nuk po tham vetëm për futboll. Unë mendoj që çfarëdo pune që e merr një shqiptar i Maqedonisë dhe një shqiptar i Kosovës janë më të gatshëm ose më të suksesshëm sa një shqiptar i Shqipërisë. Shpejt dorëzohen ato, shpejt ftofet, nëse ai do mbrena shumë shpejt arrijë suksesin ose të arrijë fitimin, nuk arrin dorëzohen. Ne nuk dorëzohemi kur. Ne jemi më këmbgulës. Mu ka dhonë mundësia me lujt edhe në Shqipëri, me lujt edhe në Maqedoni, edhe në vende tjera. Po edhe si trener mu dha mundësia me lujt me punu edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Dhe futbollist e Shqipërisë është shumë zor me i menaxhu. Shumë zor me ka ndodhur që ne ishim grumbullim, pagun klubi grumbullim, hotelin, ndoshta 50% e futbollistëve nuk janë në hotel. Asnjëherë nuk më ka ndodhur mu një futbollist të mungoje për skuadrave kosovare ose për Shkupit, se Shkupit. Kur s'ka mungu asnjë futbollist me mik mu prej grumbullimit. Atje nëse ti fillon ti kontrollosh, veç u mërzitshë ose veç gjeshe konflikt me futbollistin, edhe problemet mendshëm pikë gjë. Kështu që jam i bindur përveç talentit, ndoshta ka
pak është edhe merite dhe themeleve tona. Po, themeleve, Jugoslavia ka pas futbollista. Po, edhe shkollë shumë mirë. Futbollistat e Jugosllavisë në fund karrierës kanë shku, janë bo yje në për Turqi, në për do shtete tjera, janë bo yje. A këtu ka qenë fundi karrierës, s'ka mujt me lutë. 29 vjetë s'ka mujt. S'kan mujt me dalë për Jugoslavia, po 32, 33 ka shku në Turqi. Po, dhe ka lujt mirë. 2 vjet, 3 vjet ka lujt, ka qenë ylli më i madh. Gjevat Prekazi, Fadil Vogël, këto krejt. Kështu që unë mendoj që është edhe themeli pak, po është edhe te karakteri i vetë ndoshta na bën uji, na bën veti, na bën pak më këmbgurs edhe nuk dorëzohemi let. Kom pas shumë raste që o dosh me lën futbollin edhe unë po edhe shokët e mi, po jo nuk kemi dorëzuar. Në Shqipëri pak më u vështirësua lën kapët tjetër sen. Trener pas Shqipnisë, pas Bullgarisë dhe Shqipnisë ke bu karrierë edhe në Azerbajxhan, te Karabaku. A u kon ky kulmi karrierës pasi një klub me emër të madh? A çu kujton atku? Po dyshim që për mua ka qenë edhe i vetmi klub ose e vetmja sezon ku jam një unë si futbollist. Për shkak që kisha moshën 30 vjeçare, isha mbes të Kavajës, kishim bashkë lojtor Artim Shaqirin, një marinjohur i futbollit evropian, se ka qenë edhe në Premier League. Artim Shaqiri prej Mbes shkoi si yll i madh në Karabakh. Ne ishim bashkë në Mbes, shkojmë në Karabakh, në shkrujti, edhe respekt madh normal. Bagazhin e madh. Trajneri ka qenë një turk, edhe ai ka qenë ndihmësi Fatih Terimit në kampionatin evropian 96, tani na sham kujtohet emri manata. I thot më duhet një qendërmbrojtës, po një qendërmbrojtës që din të luajë futboll. Jo që i bie topi sa më lart. Ai thot po është një i Shkupit, kemi qenë bashkë në Bes, edhe mund ta sjelli tha. Edhe merr Artimin, ne ishim në Zvicër se kishim ndeshjen e parë me Grasshoppers. Artimi nuk luajti, shkoi direkt Karabakh, kurse unë vazhdova me Besën, Grasshopper, në Zürich. Edhe më thot kështu, po duhesh marrë thot në provë. Tash 30 vjet në provë me shku dikone. Disa rondësh. Mirë po për kushtet që më tha, për sa pare bëhet fjalë, po thash s'humbi kur gjobe se veç mund me fituar. Edhe thash mirë, po flas tash me presidentin, fola me gjatë Biçdinin, tha, nuk ka problem, tha se mund edhe mbaroj kontrata, nuk kisha vazhduar akoma. Tha vesh, ma jep fjalën, tha se do kthehesh në ndeshjen e kthimit. Ajo ishte Intertoto, viti i fundit e asaj gore. Gore po tani tash ajo është po Conference League. Edhe ajo lujke ditën e shtunat atëra, jo të mërkuret e po. Shtunën u lujke Intertoto. Edhe më thanë, mas ndeshjes, bileta në zere, ato ishin në Ankara në Pregaditje, shkova në Ankara, Ciri, Istanbul, Ankara, pritën, u takova me trenerin, me drejtues, përveç presidentit, krejt kryesia ishte aty. Edhe tha, kemi të hanën serviqet, martën serviqet, mërkurën, kemi ndeshje me një skuadër Moldave, Zestafon, edhe ati vendosim, më rregull, thash, s'hubi kur gjove. Po, më shusho. Servitjen e parë fati madh ishte në plan, mbrojtja veç, me sfusha dhe sulmi veç servitje. E mbrojtja me trenerin e parë. Edhe tash inteligjenca, unë jo për s'kam lujtë në mbrojtja shka gjatësis. Inteligjenca, edhe shpecia, teknika. Veç atë servitje, si duhet me lëviz, që në mbrojtja tjetër ishte Afrikan, një 98, 99, shumë i gjatë. Edhe ki dojke një balans me pasë. Topi i parë, topi nalë. Vesh topin e parë, a i shumë i fuqishë. Edhe baroj servitje, hangrë më darë kur më thret trajneri. Unë thash, më thote, XS, shumë i vogël. Tha, për mu tha mbaroj, tha, s'ke nevoj me lujt lojën kontroluse, tha, ti veç firmos kontratën. Së më ka zonë gjumë. Farë hati, mirë. Për të shemë një roga atje sa, 2 roga atje sa një vjetë në Shqipëri. Po, qështë. 30 vjetë mosha, ku unë me vetë, thasha, kashma, pas këm posë shkrujt me epizodin, risku është i saktum. Me ne që atë në Shqipëri, me një 2500-3000 euro më mbojt, edhe mbaroj. Pa ja, kur unë jam i bindur që gjithmonë Zoti e shpërblen punëtorin. Erdhë në moshën 30 vjeçare unë firmosa kontratë që sigurova ndreqa shtëpinë, bona dërsëm edhe për mua edhe për motën e bleva kere. Mas asaj periudha shpejt për me lënë futbollin, kisha parë edhe më se lash futbollin.
Një vit që ndoshta ma ka shtu vullnetin, ose ndoshta ka qenë edhe krucial edhe për unë më morë edhe më të tjeme me futbol, si trajner. Se po që me të vërtet futbolli ka pare shumë, dhe futbolli është një gjë që mund të sigurojsh jetën tënde, jetën e fëmijëve tu, më letë se sa me punë tjera. Edhe me qenë punëtor dikun haraj se mund të kesh një sigur. Çfarë do punë tjetër? Po nëse ki biznesin tanë nuk e di si është me biznesin mami, po futbolli ka qenë mundësia e artë për me pas një jetë më të mirë edhe unë po edhe fëmijët e mi. Krejt thojnë kur vjen këtu në stërvitin e parë, kur shkon pru dikon trajneri e din me të parën, ashta e din a je asi je. Dhe Donat Rodani na ka kallëzu këto, nëse shkombini u kon me vetimin. Tha stërvitin e parë tha shkova në prova, se ai ka jetu në Francë, Zvicër e kanë thënë prova. Tha një javë 10 ditë ja kishin bo ato venin, hotelin, kejt. Tha folën për rroga nejnë, tha stërvitin e parë, tha, ma boni trajneri, tha u kryo drejtori ma qiti, tha kontratën. Tha, kur e pashtë ai kallëzej këta babi, tha, shumë modest djallë, jashtëzakonshëm shumë. Tha babi tha rrogën e 2.000 euro në Francë, tha mu ma qitën 2.500. Tha me njëherë tha do shta me në shku ma bune drejtori, rrë se ko ke djalli mirë, ma prunë tha kontratën. Për mi sume, për mi vëshu kështu, tha e po që na s'kena lidhe. Ka thonë një dollë vergjik që jyrin me negocu, ka thonë një, masi përdoni me parën. Masi s'përdini me negocu që dy fesh. Futbollit i bjen këto sene shumë të. Ti bjen, thash me 2 muj rogë sa një vjetë që luisha në Shqipëri, nishe vetën super futbolist, ka qenë klubi madh, edhe për Karabahin mund të thamë vesh edhe një gjo se 2008-2009 kam qenë unë, edhe sot e këtë ditë e njëti trajnerësh. Çfarë besimi ndaj trajnerit. Po, kanë qenë grupe Champions, Ligën e Evropës, Conference League. Kanë bërë rezultatet, kanë fitu loj. Edhe nuk ka ndru akoma i njëti trajner që edhe atëherë si ishte në hapat e para ky trajner. Që trajneri që mori mu një ditë para kampionatit na lajtur. Shkojnë tjetër ekip. Metëm, po, erdhë kjo vazhdon fitum kupën atë vit. Edhe ndoshta edhe kjo për seki për Karabahin se e meriton, për besë e meriton. I vetëm klub që asnjë cent s'm ka mbet borx. Se nuk ka futbollist që i ka marrë parët gjithë karrierën. Po fol dikon po. S'ka teori. Po dhe ne kemi fol. Për të shkupi s'dume se krejti ko falta për zotin. Po nga këto ekipe tjera Karabahi është vetmja skuadër që asnjë cent s'm ka ngel borx. Interesant. Ja, janë shumë ndryshe. Të flamurtarin, mbyllja e karrierës. Mbyllja e karrierës, edhe në Shqipëni, e t'ja fillojmë këtë pjesën e ditë. Këtë pjesën tjetër që t'njohin Kosovë ma shumë. Kena këty pak në kohë trener bëna halal. Kujtimet mira, se futbolli ka edhe të mira dhe këqija, po gjithmonë mundohem t'i moj edhe ato më të mirat edhe t'i kujtoj ato më të mirat. Thash 5 operacione nuk është lehtë t'i kalesh mrena 20 muajve, po e ku marru ata. Falë Zotit, u ktheva dhe lujta edhe 12 vjet mas operacioneve. Flamurtari erdhi pas një dëshpërimi. Unë nuk jam tip që sot unë habitem edhe se në atë kohë, po flasim 2009-2010, u ktheva 2009 prej Karabahut, nuk e vazhdum, s'na e vazhdum kontratën. Nuk jam tip që të marrë në telefon shive se jam pa klub. Qas edhe sot e këtë ditë, nesër me më largu klubin, kur për jetë nuk marrë një klub, ose një president, ose ti tham, shive se jam pa klube, a duhem, a nuk duhem. Këtë e kilon punën me folë, normal. Flet rezultati. Erdha për Karabahut, prit se po bodë dikon, prit se po bodë. Nisën kampionatat, kur këse dike se unë jam këthi, nuk isha menagjera tash në Mohalti, kam 3 menagjera, sa dush. Ose në shok gazetar me ta qitë një lajmë që i lejtari Atëra s'kishin nas gazetar, as kur gjoj heq për zotin, edhe mbeta kërkon shkëndijet e tovës ishte në ligën e dytë. Të ne është liga e parë dhe ligën e dytë. Dhe mbeta në Shkendi. Prej Karabahut në ligën e dytë në Shkendis, mbarova. Edhe aty, më ftofi jeta, një 3 muaj kam qenë. Ka qenë jo kjo kryesi, kjo kryesi është këtë ndryshe, ka qenë i kryesi tjetër. U bëjshin disa punë që së më pëlqeshin, nuk du t'i ceke. Edhe një anarë doja me lënë futbolin. I kisha 31 vjetë. Mirë po, deri verës, nejta pa klub, verës kur merë
i Ohrit, një shqiptar i Ohrit që organizonte përgatitjet për skuadrat shqiptare në Ohër. Agron e ka pas emrin, nuk e kam taku me vjet. Edhe thot Goni, thot Zeko, kështu flamurtari Vlorës është këtu, Gash Magoni kërkon një qendërmbrojtës. Çfarë ta merr menja? U thash vim direkt. Tha, okay, tha, po s'ke lujtë na shtan provë, ne be thash në provë. Bravo. Sa problem. Dolëm servitje, banëm në ndeshje, kontrollusem duket ka qenë me do Serbisë një skuadër. Mas ndeshjes direkt të morëm vesh. Edhe erdh president ka qenë Shpëtim Gjika. Ka qenë edhe kryetari i komunës, i bashkisë thonë. Bashkisë, po. Shumë njerëz i drejtë. Edhe erdh Shpëtim mos 3-4 ditë, unë Geri Qipi ka qenë drejtor sportiv, ish kombëtarës. Edhe u morëm vesh. As kontrolët, as kur që 50% pareve me dha dorë. Direkt. Kontrolën tha kur të kthenim Vlorë, tha filmos kontrolë, se ishim në orë. Njerë po të rezervoj. Me dha, thash, sa mirë. Edhe, me të vërtet mirë. Flamurtari është ekipe madhe. Flamurtari ka hyrë me Partizanin, me Barcelonën. Flamurtari vun vetëm se këtë ndoshta dhe e bëjnë edhe lajm, po unë jam i bindur se kum thonë edhe atje, vun nga ish legjendat e klubit, që janë ma shumë me pengojnë klubin sa e ndihmojnë. Shumë ka. Në atë ku ma vonë, kur kam qenë trajner, disa për ative kum pas edhe në drejtues, edhe nuk e dojnë të mirën e flamurtarit. Ato nuk janë taft me qenë trajner, nuk, ndoshe, krejt e kam pas, jo ndosha, po krejt e kam pas mundësin, s'ka në rrit, edhe ta është vetëm dëmë bëjnë. Se flamurtari është ekipe madhe, ka tifozëri shumë, ka kushtet e mira. Ne me Gash Magonin, atë vetë deri në fonjen kemi luftu për titull, po na i mori Skënderbeu. Ja, pas mos. Çaj është titulli, njëvi titujve diskutuar bajage. Mos duhet futem atë. Ndeshje ndërprerje, konë shumë konë. Po un kam qenë atë si shkaktor, ishim në Shkodër. Vllaznia flamurtari. Edhe një situatë me Vajushin, superfutbollist Vajushin. 1-1 në zonë. Edhe tu dosh me më kalu mu, ja mora topin edhe më po nisëm mas topit a i ram brapa me, po a i ra dhe u qu shpejt, se shumë ekstremi shpejt ka qenë. Edhe a i tu nisë me bo presion, kur e shumë me arbitrin penalti. Jo, ne mu habitu, habitën atë të vllaznisë. Se ne, po se po, habitën atë të vllaznisë, habitën se qëfar penaltije. Edhe në atë moment, Geri Qipi s'na la me vazhdojë. Na e dënun, se di 3-0 atë ndeshje, po minus 3 pika, minus 6 pika dhe 7 pikë në ju pa të nek pejgare. Edhe atë e hupëm titullin, po nëse do ta kishim fitu me plot merit, do ta kishim fitu. Nuk du me jam u Skënderbeu, tash edhe po, se tani ma bone ekipën e bone. Po, pasaj 7 vite me rast sa vo kampion. Po, Vlora është qytet i mirë, flamurtari është ekipe e madhe, flamurtari vun edhe nuk është suksesshme vetëm nga njerëz që me goja dhënë mirën në vepra kur asnjëherë. E si vjetë dojna me popën duket që i rikthejet në superiore. Shpesa i mungon superiorës një skuadër si flamurtari. Vlora me ato kushte që ka, e din stadiumi tash kur kam qenë trajner ka qenë Sinan Idrizi, që është tani. Stadiumi flamurtarit kur të futesh brenda ti nuk e gjen asnjë pluhun, as ti mendon se e fut ndonjë bank apo ajo në stadium. Me i marë stadiume tjera si janë, i flamurtarit është ekstrem mirë. Vjen momenti i mbylljes karrierës, a e ke prit mirë, psikikisht, a e kon gati? Ja, gati s'kam qenë, po mas flamurtarit, isha bisedime me Pogradecin, se flamurtarit nuk me vazhdoj kontratën, i kisha 32 vjetë, dhe 33, 2011, 33 vjetë i musha, edhe Pogradeci në Super League, kishëm bisedime me Pogradecin, u ktheva në shpinë zakonisht kur ishim pa us, krejt futbollistat që ishim Shkupian, luishim futboll çdo natë. Futboll vogël. Ne kishim ma shumë shikues atë se tash në Super League. Lotvin. Luishim me futbollistë Vardarit, Maqedon, që shok, kena lujt kundërshtar. Edhe mene termin lëndova gjurin. Mas 12 vjetë vë lëndova prap. Kërcin e thëjnë. Edhe u bona operacion, mendova që mund të kthejem. 8 muaj pauzova. 8 muaj. Fillova pas 8 muajve me vrapu, me bodhe në serviqe,
pas çdo serviceve kisha koma vaj. Tepër. Edhe më lete ujë, po nuk u dorëzosha me dësha, prap do kthehem. Pas isha ai 10 vjetëve ma herët, 20 vjetë kur kanë qenë. Edhe ishte momenti ku Shkupi kishte nevojë për rikthim, se u ndrua emri u bo Shkupi, ishim ligën e tretë, e para, e dyta, e treta e Maqenisë. Edhe Visar Ganiu, tash është kryetori i komunës të Qajirit, atëherë si trajner, tha, duhet përforcim në lojtar me eksperiencë. Unë isha në hall me gjurin, po për çat ligë mirë isha. Edhe unë edhe Arben Nuhiu, erdhëm të nimojmë Shkupit, jo me pare, veç me një mu. Më këthin, pas hapi më këthin atje ku e po venin, po nuk arritëm në play-off, humbëm ndeshjen, dhe me shumë vështirësi kum lujt. Çdo ndeshje që luajsha mas ndeshjeve 2 smusha me hecë. Edhe mendova se për me lon futbollin është vështirë me lon, mirë po futbolli të lën. Edhe mendojsha shumë e thjeshtë. Më kanë dosh tifozëria se kum lon shpirtin mrena në fushë. S'kam qenë ai teknik, super teknik ose nai futbollist shumë elegant. Unë s'kam pas elegant, s'kam pas drejt agresivitet. Maksimumin. Po. Edhe thash më mirë të mojnë mend si një futbollist i mirë me shpirt luftarak që kalon shpirtin mrena në fushë, se sa të vere ditat që të morin natë edhe ato që luajnë, po edhe ato që janë në tribun. Kjo ishte vendimi i parë. Edhe tjetra, gjatë asaj periudhe 8 mujore që kisha operacionin, unë arrita të marrë edhe B licencën edhe A-jen. Se kishim drejt, visa që kanë lujtë repstacion. Repstacion, po ki drejt me njerë. Edhe mrena një periudhe 6 mujore, unë e mora edhe B-jen edhe A-jen. Edhe metën ato, edhe me ndësha, çfarë fitoj nëse luaj edhe 1 vjet. 33 vjet, 34. Shka fitoj? Në atë kohë rogat, më zdumi përmen. Shumë dhukë katastrofale. Kurse thesha me fillu 1 vjet më përpara si trener. Shka fitoj? Pare jo, po fitoj eksperiencë. 1 vjet më tepër. Edhe kjo ishte vendimi që e mora me fillu punën si trajner edhe normal të Shkupi, si ndim si Sarganiu. Edhe ati kënë edhe hapat e para si trajner. Trener, veç edhe 2 fjallë, mas e ke qenë edhe reprezentuesi Maqedonisë, para se me dalë të treneri. I ke lu dikon 6 apo 7 ndeshje. Zyrtare 7 kanë qenë. Qyshe më kanë qenë kështu. Shtot me miqësore. Qyshe kujton atë ku edhe cilët janë kona 7 emrat që të kanë lënë për shtypje se e përmenëm Shaqirin, dhe me dhoni super lejtar, po. Bilen atë ku Anglisa i pa... Po, Vregovi Korreri. Simonit prej Kornerit. Pa lejtari, ko parë gjithë goditje. Lejtara ka atë foto Nike të gëzu. Po. Është reprezentacioni asaj kohë, ka qenë reprezentacion politik. Po. Mos shikoni tash edhe si dhe tash është Maqedon. Po s'ka komplekse nacionale. Normal. Ka 5 shqiptarit luajnë, Enis Bardhi kapiten. Po. Në atë kohë, ne maksimumi kanë qenë 3 shqiptarë. 2-3. Dhe më thonë, unë Artimi edhe Pollazhani, ose unë Nebi Mustafi, Argjend Beqiri, Nebi Mustafi, Artim Shaqiri, Pollazhani, 3-4 s'kanë qenë kur. 2 mundet, 4 ja. Edhe ka qenë periudhë që e dinim se veç kur e kanë patjetër me namor, se ti lunë kampion, kupën, lunë Evropë edhe s'kish ku me shku se për ndryshe. Arroje që bosh reprezentatuesi i Maqenisë. Në atë kohë po plas. Tash është ndryshe. Tash edhe të unë 21, të unë 19, gjithkun ke shqiptar. Te unë 19, u 17, s'ka pas shqiptar asnjëherë. Po. Ja, vetëm Maqedon. Edhe më interesant reprezentacion ka qenë kur kam qenë edhe kundër Shqipërisë në Bahrein me një turnir. Atë janë loja jo zyrtare. Turnir ka qenë në Bahreini, Finlanda, Shqipëria edhe Maqedonia. Në atë kohë Edvin Murati, Altin Rakli, çfarë skuadër Shqipëria, super skuadër. Super skuadër 0-0 lutëm atje. Do thon mos ka qenë, debutimi ka qenë kundër Azerbajxhanit, ajo tjetër më vonë ka qenë ajo. Më interesant me reprezentacionin kur shkum në Kinë me loja kontrolluese. 2 loja miqësore para një kvalifikimeve. Evropa, botërora, se di. Edhe shkum në Kinë,
me një qytet ku nuk ishte në hartë, se ishte veç 2 milionë e gjysë banë. Veç. Po veç 2 milionë e gjysë, se ishte në hartë kërkon. Se na veç në gazetar të çfarë qyteti, nuk ka kërkon. Stadiumi për 40.000 shikus. Indres s'ka ekip. Veç që i bom stadium në papaçesh. Edhe në analizë, kjo është më e forta. Në analizë, bëjmë analizën para ndeshjes që bëhet, edhe formacionin, luajmë unë edhe në Bim Mustafi kemi qenë. Edhe tha trajneri shqipe, tha, rasa kineze tha janë shkurt. Tha në goditje standardet që jemi agresiv se aty mund t'i ndëshkojmë, tha dhe mund t'japim gol. Edhe gjithmonë e imagjinojshën se kinezët janë rase shkurt. Ku kemi dalë? Këtë ma. Asë një sa ato ne, krejt ma shkurt sa ato. Kështë pa 1 miliard e gjysë, 1 miliard e gjysë povull. Kur dolem ne, edhe me kisha në dhanë gol për korneri, edhe u një me 0, kjo thonë, po me e forta. Nëse ne kishim marrë më të fortë ndërbejme, kornera në faula, ato në dhanë gol në krije, edhe unë më ndeshin e parë 1-0, mas 4 ditëve kishim ndeshin e dytë, prap me ato, ndroj analizë. Kujdes kornera, do konë komedia me madhe. Edhe atje, e pa të morë një trener, mjeku i repsacionit për herë parë, kirurg i njohur për herë parë edhe në ndroj neve, ullëm në minutën 70 zisa në ndroj seleksionuesi, ullëm në bankin, edhe minutat e fundit janë, si tregojnë edhe sa minuta vazhdim, apo ekipi kinez boni zëvendësim. Edhe qëtë numrin 13, çka bombe 13 minuta vazhdim. Ta shë normale me varin, atë kohë 13 minuta. Po edhe ati ka qenë komedi. Dhe lidhe s'kesh me futbol. Ishtë një kirurg i njohur me futbol. Qyrë 13 minuta. Qyrë 13 minuta vazhdim. Po është mirë, ka qenë një reklame e madhe repsacion. Po për fat kesh kanë qenë tjera rrethona. Karrierën e ke kompletu edhe si futbollist. Unë kisha problem se unë u lëndojsha, kthesha në formë, luajsha mirë për slogën, për shkupin, hisha repsacion, u lëndojsha. U kthesha, bam, kesh. Apo çfarë shku? E përmend shkupin apë domethënë ti je tifoz i flakti shkupit, mas pore, para se lejtar. Në telefon e kam para se lejtar. Janë 2 skuadra, 3 skuadra që do, po Shkupi është se më shumë kom lënë te stadiumi Shkupit se në Shpe. Po. Edhe Real Madridin edhe Milanin janë 2 skuadra që i dusha. Po Shkupi edhe si trener me Shkupin. Po. Qysh i kujtojnë hapat e parë si trener edhe diferenca prej fushës jashtë fushës mi pa tjerët. Kur edhe është provimin për a licencë, te bëja ka qenë pak ma, edhe nuk na fushim presion ma, se ishim na gjenerat na ronë ne me lujt, me qenë për bë licencë shumë futbollista që kemi lujt bashkë, edhe në kombëtar, edhe në shumë ligë, jo bashkë me një skuadër, po liga o kone mirë në atë kohë, edhe na licencë, kur o dash me dhonë provimin për a licencë, edhe dola për ballë profesorave, se u mbledhën ma shumë për, çfarë djersit me, çfarë sikleti. Edhe hera e parë që dola para futbollistëve, ndeshjen e parë. Ne ishme një ligë ishte liga e dytë, vetëm një, edhe në atë vit u dashke mu shkurtu liga. Domethënë ishin 16 skuadra. I pari i dyti futeshin direkt. I treti i katërti barazh për play-off, për me në ligë të parë, edhe sigurojshin vendin i 4-ti, i 5-ti, i 6-ti. I 7-ti, i 8-ti, i 9-ti lushin barazh play-out për me mbet në ligë. I 10-ti bishin, ne ishme 12-ti. Ishte janar, Visarganiu ke disa ndeshje, dha dorheqje, na mori në 6 Shabani, deri në fund sinore gjashtor. Unë isha ndim se aty. Na la dhaj, s'na mirë ka asnjë trajner. Se tifozëria e Shkupit është Shqipëria, janë ndër tifoz më të zjarrt shqiptar edhe ndoshta me më të vjetrit, 89 janë formuar ata. Ishte shumë vështirë, periudha e rëndë. Unë kisha B dhe A, isha në pro, isha gjatë se proja shkon 2 vjet. Edhe presidenti i klubit ishte një shok këshi gjenerat, jemi rrit bashkë, po ishte edhe shefi kabinetit kryetarit komunës në atë kohë Isën Mexhiti, ky është shefi kabinetit dhe si komuna e mur klubin, komuna e Çajirit, edhe la si president shefin e kabinetit, Ejup Ademi. Edhe që e the trener, o lip tja, zveke, po si ishim të robi. Shumë keq. 30 futbollistë kemi pas, qashtu si
u formu klubi, Po, t'krejt, hajde një, hajde një. hajde tjetër, Të 30. mundu me bo numër. Tha, më thirrën një ditë mëngjes, tha, ti je trener. Jo, thash, ja, s'jam i pregatit. O, tha, ti je trener, tha, dhe nuk ka jo posë, s'kum thirë, tha, me të marrë mendim, ose tha, po të thamë që ti je trener, tash, kallëzo shka me bo. Se di një javë pa gjëmë. Çfarë emocione, çfarë. Përgjithësia. Përgjithësia ishte e madhe, se për me men ligë, po emocioni para tifozëve, para shfercerave, më udhëheq ekipën. Para familjes, shumë e ronë se me krejt, djem halle, djem doje, ke shfercera i ka. Dhe që dënë shkupin. 13 i lishova. Ajo guzim da, për Zotin. Ai guzimi nuk blejet, është një dhurat për Zotit. 13 futbollist e shlova direkt. Mora vetëm 3, Suat Zendelin e shlej Renova, Ardian Nuhiun, Marem Bajramin e shlej Shkëndia. Fatim Vjem që i shlova, edhe mora ato 3, për 2 pikë se ne kapëm barashin. Jo, su diskutu me me. Mbjetesa, 2 pikë se ne kapëm vendin e 4 me lujt barash për mundgjit. Por, edhe vitin tjetër, i shkelëm krejt për fillimit. Dhe në fund, Dhe më thonë, ishme në vend par me 15 pikë diferencë, se u fotëm mas 9 viteve. Mas në ekip par, mas 14 viteve dënëm në Evropë. E Shkupim ka dhonë shumë, kum dhonë edhe unë për Shkupim, kum falë shumë pare, borgje, shumë lëndime, po jam i bindur që para me janë edhe 500 tjerë që kanë bo ma shumë sonë për Shkupim. Kështu që Shkupi gjithmonë do mbetet derisa jam me mente mia është ekipi nëmër 1. Shkupi trener ta ka dhënë këtë bagazhin e fillimit në zejen e trajnerit. Po sukseset kanë fillu kështu me trofej në Kosovë. Fillimisht me Trepçën 89, Ferroniklin edhe Prishtinën. A ke prit që kime kun ka që sukses shumë Kosovë edhe a ke pos mjaftu shumë një uri kur e arë në futbolin e Kosovës. Se për fat, futbolist në Kosovë s'ke lu. Yes. A ka pas në janë në ajo oferta, nuk ka pas. Në atë kohë kur Kosova se pranume, se zhvillume. Lojtar ton po kalun Maqedoni. Edhe trajnera ka po. Bylbis Sokoli, Mazhuni, që kam respekt shumë, Sholli, Basajet. Kanë qenë edhe Ganisidiu, kanë qenë shumë trajnerë. Kurse si futbollist që kam lujt ma gjatë Kosovar, tash pasaj do kthehemi te ajo Arsim Abazi. Arsim Abazi, po, një lujt që keni dominu ligën qatë kohë. Po, edhe një periudhë kam qenë unë junior, po ushtresha me ekipën e parë, Arbnon Morina ka qenë. Po, antari i Shkupit. Kurse sa i përket trajnere, unë pas Shkupit, për shkak që ne ndrum, u fotëm ligë të parë, u ndru emri, u ndru adresa, 2 vjet s'kishe drejt me marr pjesë në Evropë. Kur ndrohet adresë, nuk e dia është akoma i njëjti ligj, po në atë kohë 2016 na thanë që s'mund të futemi, ne ishim në vend tretë në ligën e parë. Se u futëm ligën e parë në vend tretë. Mu dha mundësia nëpërmjet 2 shokëve të mi, agjentëve shumë njohur, Haris Fakish dhe Shkumbin Mehmeti, po nuk i kam agjenta, menaxhera, po i kam shok, i kam vlezër, se ato më kanë mësu për pro licencë kërkohet një stazh me një ekip elitar. Me bo stazh, ato me iglitarën më mësuan, unë shkoj në Lazio 10 ditë kum det, kum përcjell stërviqen, për me pas stazh, për me pas si funksionon një stërviqe në ekipin. Ka qenë Stefano Pioli, ka qenë trajner dhe modestia e Piolit nuk më lejon kur unë t'jem mende madh. Modestia ti që më baron të stërviqja, normal, çfarë presioni shaj, në Itali. Sidomos Lazio, Roma i kanë tifoz shumë me presion. Kështu si jam tash me ju, të zyra ati, ma bonte kafe, espresso, olte, pas serviqës. Shka poe, çka të intereson, çfarë të duk mirë, veça pse bëhet pasimi tani, pse bëhet pressingu tani, pse bëhet taktika tani, edhe shumë gjona unë i përdori tati, nuk e përdori formën e punës. Mendoj pasimin si e ka bëj, e ka bëj në djath, po e bëj pasimin kur e ka bëj, në momentin kohën e duhur. E bëj punën taktike si e ka bëj. Edhe deri sot ka dole sukseshme. Tash, a ka më të mirë? 1,000,000% ka më të mirë. Po derisa mu më jep sukses, unë s'kam mundësi me ndru. Se për me ndru, nashta duhet me shku tek Guardiola. Për mu Stefano Pioli mi ka hap syt, ma ka hap mendjen, edhe më bënte mu për
për me u bo një trajner taktik shumë i mirë, dush me këshirë shumë Serie A dhe Serie B. E vërtet. Edhe shumë e vërtet është. Shumë është e vërtet. Po ja tham edhe këtë se gjatë javës u përgatitën për ndeshjen me Sampdoria si mysafir. Edhe ishte një futbollist, kapitenis, nuk e di a Luna Komaj, Palombo, kapitenis Sampdoria. Po, i Sampdoria, shumë me fushori, defanzivi i fuqishëm. Në atë kohë, në Lazio ishte Cana, ishte Tret Berisha, Strakosha, po mbronte Marketi, këto ishin rezervë. Cana ishte i lëndum, nuk lujke. Ishte Klose, super ekip. Ishte Bosnjaki, Senad Lulic. Amauri ishte kapiten, Klose, Radu, super skuadër. Shumë e kanë fitu kupën. Shumë e fort. Edhe bante punën taktike, thonte atij me fushori shive. Palombo gjithmonë e kërkon topin për mbrojtësave, qendër mbrojtësave, edhe në atë moment kur e kërkon, do me po ku e ka kundërshtarin. Ti rri me një anë të shofe ai, në atë moment që ai e kthen kokën, kur ta morë ti dili në krahun tjetër. Sa e pranon me tjashmën. Edhe kur ta morë edhe ushtrojshin ai që është sikur e bante rolin në atij. Mos e pranon ti Amerikë direkt Klosës gol. Edhe për kuriozitet e përcjella ndeshjen, 1-0 ja fitoi Lazio. Ja morën topin Paloma s'dha gol. Këto nuk them që ka qenë rastësisht, detaje të përqendruar, detaje. Unë nuk jam i aftë për me bo si ato në qatë detaje. Po edhe unë i kërkoj disa detaje në punën time. Po nuk kam aftësi sikur ato se edhe letor dush mi pos, shumë ndërprejmet taj, ku i thoj ke ati numrit 10, a kush i kumaru tashe, ku donë të topi me raj, që ati e qanë të topi. Tash ne, disa skema i punojmë. Asë njerës në del. Po punojmë. Edhe, sa i përket punës të trenerit, jam falenderu strejp që sta thenon me presidentin Abedin Zeka, që ma dha mundësin me ardhë në këtë futbol kosovar, dhe asë njerë se arroj atë mundësi që ma ka dhonë, nuk ka qenë letë, se unë e ku morë ekipën në vend por, edhe gjdo dështim dhe ishte, ne i bënëm një dy barazime rodhazi, dhe nisha mua bejte se shkarkohet trajneri, dhe shkarkohet dy barazime, s'kishim humbje. Vetëm dy barazime, barazum brenda jash me Drenicën, barazum brenda me Ferizajnë. Edhe nisha mua bejte Mitrovic se dhe shkarkohet, në vend por ishim. Edhe ishte ndeshja e rodhës me Dritën, në Gjilan. Fare sotit edhe kvalitetet, fitum 3-1, në asë një humbje, mbarum deri sa u shpallëm kampion, pasaj humbëm edhe për Prishtinës e për Feronikli, po shpallëm kampion. Edhe gjithmonë jam falenderus, pa marrë parasysh si keni pas një ekip shumë të re të nënshme, shumë e re, shumë e talentume. Ka pas lojtar, shumica janë kanë 3, do të gjoni u kanë çadër. Po më të vjetër ka qenë Shpëtimi Idrizi, ka qenë Iliri Zmaku. Po, edhe Iliri Zmaku qendër mbrojtjes. Të dy, se di tjetër që ka. Ja s'ka pas. Ai me Sushori hekë në rotacion ka herë. Islami u kanë. Mustafën e ka pa më kanë Argjend Mustafa, Argjendi Mavoner. Mavoner. Djar Mustafa. Djar Mustafa u kanë në fillimit. Kum pas me sfush i vështres me vlerë bardha që ma loko, i vështres. Se dia Luna e kalon. Në Finlandë do këtë dhe. Po në Skandinavi, Florenti, Otto Gjoni, fiton ajdari janë konë për para. Potoku, Potoku edhe Islami. Unë jam i bindur që nuk ka futbollist më profesionist se Potoku në futbollin kosovar. E njeri vet gatun, vet ushqehet, domethënë është i jashtëzakonshëm profesionist i madh. Kur për një vjetë sa ndeta unë trepsh një vjetë nukut, kur atë njeri atë futbollist se kom një thote që jam i lodhur. Ja, kuriq. Gjithmonë i pregadit, i gatshëm për donë 100%. Se të mos me ty se... edhe Islami o kon gjath, që në mbrojës ka në fillim Izmaku edhe... Mos u kona djali i ri, do të Bekteshi. Jo, Bekteshi, kon jo i Prishtinës, më s'ka vosha, kaluna i Valit, Roshupa. Mos u kon qaj. Ja, se di, vëllaj. Pastaj merdh Samba, Kaba Samba. Po, Kaba Samba. Qa futbollisti. Që shkojnë në Belgjika, shumë vetare. Super futbollist, ka qenë 21 vjet. Shumë një në thënjë i gjatë, super teknik, super shpejtësi. Kur u dashke me shfrytzu teknikën, shfrytëzoj ke teknikën, se në një i ka të krejt, po i shfrytëzon në momentet gabume. Ai është super futbollist. Po aty Florenti ka qenë
me shumë golla dhe shumë asiste, o të gjoni me 27 golla më duket se më men. Po, shumë golla. O kon Muli që azu veni shpëtimi i Idrisit. Që unë kom pas 39 vjetë, edhe për talon të shpëtimi i Idrisit në rezervë, nuk është punë e vogël. Jashari. Që ka erë në kratë majtë me sfushës, shpëtimin, se më kujtohet, unë e bilej më me këto vjetë. Shëve, unë i respektoj çdo futbollist, mirë po ka dhe një gjo, respekti është reciprok, edhe kur një që jam i respektuar për futbollistit, unë jap më tepër sa që duhet, mirë po, sa e du vetën nuk e du askan. Mu mojnë veç rezultatet. Edhe babin me pas president klubi, kur s'ki rezultatet, thot hez, birë se të marrë një tjetër. Për si cilin futbollist kam respekt maksimal. Mirë po, në atë kohë Marem Jashari ka qenë 16. Në atë kohë bën të diferencë. Edhe kishte ndeshje ku shpëtimi rinë të rezerva, lunë të Muli. Ose ka qenë zëvendësimi i parë. Ndër këtë shpëtimi i Idrisit. Shpëtimi ka qenë fund karrierës, edhe s'kam koment për kvalitetin dhe shpëtimit, mirë po, edhe vitet e bëjnë vetë. Edhe, po ka dhe një gjë, se në atë kohë liga nuk ka pas këtë nivel. Ja. Nuk e ka pas. Veç Prishtina u konë fort, ju kanë jek edhe lujke jashtë. Ka qenë Feronikli. Feronikli ka pas konkurrencë që jashtëzakonshme. Po fat në nuk humbë masin ndeshje për fillimin. Edhe sot kur erdha e kisha ndihmësin përgatitjen atletike kam në Turqi, turk. Edhe në Kishnic, thash, e shef këtë si është kështu, tha kjo fush, thash është fusha ku kam debutuar. Hajvalia Trepça 89 për kupë 0-5. Kur kaloj aty në tërqenë, ç'isha bëu ajo fush. Katastrofë. I keni fitu këtë trofejt në futbollin e Kosovës që fituan, cilë është ma special për ty? Më që orë ma shumë vështërsi, ma... Valloj, lavdim, kejt e kam vlerën e vetë. Ndihem... Ta Trepça 89 u bo kampion edhe qatë titull kampion e ka. Prishtina u bo kampion... Masim ati se më dalin që unë i prishi klubet, jo i ndrejqe. Ma sa vjetëve Prishtina... 8 vjetë s'ka qenë kampion. 8 vjetë s'ka qenë e bojnë Prishtina. Pas i dola unë s'ka do në Evropë. Feronike ka qenë kampion, por në Evropë ka dalë me mua, pasi kom lënë unë s'ka dalë në Evropë, Trepça pasi kom lënë unë s'ka dalë në Evropë, nuk e di a bëj keq, a bëj mirë, veç Zoti. Ja, bëj, është kurse te Trepça ose te futbolli kosovar, në zonë fakti që jam treneri i parë që ka udhëhequr një skuadër kosovare në arenën ndërkombëtare. Ligën kampione. Edhe kjo është që ndoshta mas 50 viteve mund të jetë një pyetje për shumë parë. Me Prishtina mëse u prishe trener se një kur shumë të shkurt ke nejt. I bune kampion, nështë u konë kua me... Një vjetë e gjithë. Një vjetë... Ja, ma na po kem qef shtu si në Qarabak mi gjithë trajnera. Si në Qarabak. Shtira, du me gjithë presidentin në Qarabak, se për trajner gjithë, po president s'ki si Qarabak. Një sezon e gjysë. Dhe shkut mirë në Europë, në Europë jo... 2020 pandemi. Ishte 2019 pandemia dhe rishim të ne në mbyllin premtës deri diellën tonën 5 mëngjes. Në Elbasani pati lumë do këtë eliminatorët, ha? Po. Pa të ardhjo, pa të akshirë. Në Elbasana, qëfar fatë me Feroniklin Prishtina patra. 7 veta e në konë, të bëne... Pa të ardhjo me këshirë. Po me akreditim në aljanë, si gazetar 7 veta e në konë ketë. Prishtina është ekipe më e madhe shqiptare, mas Shkupit. Për Shkupi është, po Prishtina është me të vërtet, edhe në Jugoslavi, babin e kom pas të fos Prishtinës, në Vardarit, se Shkupi... Plus në Gjipi ka lujt, Prishtinë, është legjendë, 7 vjetë. Këto e dojnë krejt. Edhe morën telefon, ka qenë Fisnik Kërqeli, Bajram Sherifi. Më duket se ka qenë edhe ky Ramani, president. Doja në ethe, sa i ka qenë, gjithë e thrasin doj. Edhe më thojnë, shive, në duhet trener, edhe a kisha ardhë në Prishtinë me punu. Si s'kisha ardhë, një vjetë s'punova kur kisha disa oferta, mas Feroniklit, nuk desha mu me... Edhe te Feronikli, se fymë të Prishtina, apo te Feronikli ke pas ekipën shumë mirë, atmosferë shumë futboll të mirë. Atë këthejmi të Feronikli? Po, ta në dalim të Prishtina. Të Feronikli, vitin e parë. Shumë vini fansi Prishtinës, pa qeve dhe Prishtina. Ja, po të thete trofejt, tani thash mos t'i kalojmë klubin. Feronikli ka qenë para Prishtinës, 3 trofej. Po, 3 trofej. Se këtu ishë mirë, 2 fiton, 1 gratis. Po, kur t'i fiton. Dhe në titullin kupën edhe Superkupa, gratis ekipe shpis. Feronikli ke
një ndër skuadrat më të organizume, edhe në periudhën kam qenë unë edhe më herët, kur Po. kam qenë president e Krem Ershoni, Po. kryesi me shëndosh, Shumë. me marrëveshje Që të mirë, mënon se e ajo punu, po. nuk e di që ka. Mënon shumë Edhe e mirë. dritës janë mirë, po pak o numri, aty ka qenë numri i madh dhe xhelozi zero me vetë. Secili ka ditë punën e vet, përgjegjësinë e vet, pa xhelozi. S'u ka interesu, e ka bo shkumbinja, ka bo lavdimi, o punë e mirë, super e ka bo, mirë është. Edhe nëse Rome një biznesmen i suksesshëm, me shumë pore, arritëm bëjmë ekip të mirë, luftojmë për titull, arritëm të fitojmë titullin, pasi se ne ndonjëherë objektivin e shohmi jo real. Edhe 2015 ka qenë një temë në UEFA, në selinë e UEFA-s, 4 ditë kemi qenë në seminar, thaj mos ju gëzo suksesi të rrenjshëm. Edhe unë 2 herë kom përjetu suksesin e rrenjshëm. Ne kishim ekip mirë. Mirë po ato para eliminatorë i kalum në Prishtinë mojt me Feronik. Jeni në Prishtinë, ka qenë ekipa e Gibraltarit edhe Andorrës, i eliminum, në ra TNS-ja 17 vite kampion, 11 vite radhasin kampion. Sot është në për grupe, këto vitet e fundit në për grupe. Ne atje lutëm 2-2 edhe Këtë pretëm që po mendon se u kvalifikon. Super skuadër, shumë luftarake, shumë përgatitje fizike, në eliminoj. Pas eliminimit fillun, në fakt edhe në përgatitje, në erdhen disa kryesit e reje që dinin futbollin, para sa ishin ato që se dinin, por ne arritëm fitim gjithçka. Kur erdhen këto që e njohin futbollin, fillun trazira mrena klubit. Edhe moj mend, kur eliminum për të nësës, ishmi në Meradhne në Grumbollim. Ja përmejna imin të shtire. Ishim aty në Grumbollim, edhe erdhë presidenti tha, pes sot tha unë vendosi kush lune, kush... thash, s'ka problem hiç. Veç vendos ti, unë isha pa kontrat, eliminum ndeshjen e radhës për Slovanit, edhe erdhë drejtori atëhershëm, tha, Marsol Gjambale, tha, nuk e vazhdojmë kontratën, tha. Jem këtu, tha, nuk dojmë as me vazhdu kontratën, vazhdojmë me tjetër trener. Okej, thash, sukses edhe beate, ja ku është Feronikli. Në fakt, nuk ishte që e prisha kontrat, isha pa kontrat, në Evropë, nuk deshten me vazhdu, është normale edhe profesionale, edhe unë vazhdova rrugën tim, ato vazhdojnë rrugën e vetë, edhe dinim pas asaj periudhe shka ndodhe me Feronikli. Kurse Prishtina, kur ma bënën pyetjen, tha, Prishtinë, apo vjen Prishtinë më bo trener, Hysni Kërçeli edhe Bayram Sherifi, se në gojshin edhe zdia ka qenë Raman Aradini, mos ta fëto 200%. Thash, me Prishtina me thirë për trener, ka nëj trener që thot jo, po tha ma e dojmë titullin. Valloj, thash me më thonë, hajde në Prishtinë, po se dojmë titullin s'kisha unë. Po një Prishtinë që se don titullin, si mund shkojën? Atër s'ka probleme të randa të mrejnda që Prishtina se don titullin. Po kur Prishtina thot, e du titullin edhe... Po dhe mobilizohet, po. Okej, erdha më morën vesh, fillun punës, nisëm katastrofë, lushim fantazi, ju e dini, ma shumë se shumë ju e një orë dhe keni po, lushim shumë mirë. Njërë gjutje një golanshëm. Katastrofë. 2 humbje me rënë, ndodhë, kjo është e fort në Drenicë, kishim një portjer, me portjerët kishim probleme të ko, as Nika nuk është kishë që është tani. Haxhoja ka qenë i dobët, edhe një kroate kishim. Edhe, hajde në Drenicë dhe fusat kroatin edhe 20 minuta unë bëj analizë para lojë maksimumi, 12 minuta e argjova me kroatin, dhe i thonë, qatë do që ndodhe ti mos shlo portën, mos dilja zone, mos dilja, rejnë në zonën tënde, kena mbrojtjen e mirë, kena ti mos dil, sikur i thamu në momentin e parë ti dil, jashtë 16 se ka bitopin, mbeti vonë, një parabol, gol, hopëm 1-0, edhe momenti ma i rëndë, nuk shkon be ko. E ke ofru të reqen mas të ndeshje. Po duhet me dhonë nëse ki pa karakter, e shë që sot është ku, nuk është që su punoj kjo, punoj ke lushe mirë, nuk heske, edhe i thash Hysni Kërçeli, normalisht, drejtor sportiv, thash unë e du me lonë. Nuk shkon në vjetë dikush tjetër, nuk ishte puna, nuk ishte futbolistat, por thjesht nuk shkonte. Okej, a i tha edhe unë e lo, thash ti shka du ishë banë, thash unë 5 sot jam do rejqe.
edhe në zhveshtore ju thash lojtarëve u përshëndeta, hepëm në autobus, bila këto thanë hajde me kërë, jo thash unë me ekip, se lo ekipin, unë kthej me ekipin. Kur erdha më preqin para stadiumit, Bajram Sherifi, Fisni Kërqeli edhe morën shkum drejt të Ramon Aretini, presidenti. Atëra se Remzia s'vike hiq, Remzia Jupi, ka ardhë në fond kur para se mu shpoll kampion, që ta. Edhe o olëm atë i kalsova, nuk shkan, mundoha me punë, do të tapim rrugë, vere dikush tjetër. Jo, tha unë jam i knash me punën tante. Beta. Thashë jo më doj se sot, doj, tha, këtë vit, tha, aroj titullin. Tha, bëjmë ekipën, tha, vitin e arshëm, kemi 100 vjetorin, tha, edhe ishte ngome, tha, për ta fitu titullin. Tha, jam i knash, lojtarët janë shumë të knash, punohet mirë, tha, veç vazhda. Ja, Shlirën tani. Po jo mëse edhe shqim përveç borxhit, asaj punës profesionale me kontroll që edhe borxh moral. Kur thot buri vazhdo punën se në rregull jemi, edhe mirë vazhdova, thash duhet me ndru nese. Çka bona ndrova sistemin. Luishim 4-2-3-1, ktheva me 3-4-3 në ofansiv, 4-2-3-1 në defensiv. Tu punu, loja e parë ka qenë shumë e vështirë me Arbrinë, e dham pim penall, 1-0. Loja tjera, 18 ndeshje pa humbi. Pa humbi, po. Në super seri. Arritëm të fitojmë titullin. Lëmbar dhe Lova që atë janë nisin me njohë, sa dhe është. Ne s'kishim qenë mbrojtës. Edhe në u dashkën e qenë mbrojtës, kur Fisni Kërqeli thot është një futbollist na i duk dyshin, bëja. Lëmbar dhe Lova është kosovarë, po bja, s'kena veç bekteqen e kishim. Erdha i sa erdhë fare në trening, e morën unë 21. Shkoj me unë 21 edhe një javë fillon kampionati, ne s'dim që ndërmbrojtësi kush është ka. Kur erdhë Delova, në thojza po tham një psikopat, qase futbollisti i rallë, lindet, gjakftotësi, teknik, vetbesim. Do më thonë, qatë vetbesimin e madh që e kishe që u shpërndojke edhe të bashkëlitorët, edhe ato tjerë t'i bajke me vetbesim. Delova është një ndër që ndërmbrojtësit më të mirë që kom servitur në dërmësit. Edhe të dëshmon edhe karriera tash, edhe për Kosovën. Me reprezentacionin e Kosovës. Po është pak psikopat. Ti veç e shef tu fjalos me vetën. Jo me tjerë, është shumë djalë i mirë. Kur te gabon pasimin, vetën e dënan. Një pasim me gabu, veç pritet ti tash kur të eksplodohet. Po, super lojtar dhe super djalë. Super djalë veç që dëshiroj shëndet edhe karrierë të mirë se meriton me bo karrierë të mirë. E Prishtina, shkurt ke, po arritëm suksesin. Edhe Zyba, ja ka nis me lu me ty, unë e di mitësorën e parë që ke lu me vllaznimin e Gjakos, në Gjako ka lujt Zyba. Unë si në emnin nuk ja dish. Po, që kjo ka lejtarë dhe me mu ka me lujt. Edhe Zyba konë shumë i ri. Shumë i ri, 18 vjetë. 18 vjetë. Edhe loj misorën, loj e parë për Prishtina. Borna formacionin, duket se Loriki apo Lila kishim pak një lëndim edhe nuk e shtina. Edhe e shtina Zybën me Lorik. Vesh 20 minuta, se ka qenë Surin me mu, ka qenë edhe Zalika aty. Thash, ky kusha, tha pen Suarejke kena marrë të ekipa dyta. Thash, ke pajazon venin Lorikit ose Lile, thash, Lile s'ka shansë. Ky pa tjetër me lyt. Si Goreska, e din Goreska në Bajrinin, njëjtë si Goreska, se unë për topin, shumë i fuqishëm. Kur e nëzër kaj topin me 2 lojtarë në shpinë, e nëzër kaj topin, edhe me të vërtet ishe futbollist i jashtëzakonshëm, po fati ke që lëndu me Ferencvaroshin. Ka qenë një ndër futbollistët më të mirë në atë lojë, po, ja lëndimi, po, fort zotit u kthi shpejt edhe heqë shpejt. Edhe një gjohë për Prishtinën, du me thonë. Unë jam një tip që nëse ti shkumbim ma ban një të mirë, gjithmonë mundohem me ta kthy 2 fish të mira. Nëse ma ban një të keqe, mundona me haru, mas mu marrë me ta. Ramon Aradini dur shumë korrekt në atë kohë kur është rejqë. Erë dita për me lëndë klubin. Unë sa firmosa, një 3 muaj për para, firmosa për 2 vjetë. Për 2 vjetë, vazhdo. Erë dhe ishte dikun 13 nëntor. Edhe po, me prish kontrata, s'pa hes, me më shkarku, jo që se ishme 7 pikë në vitin e kur banëm kampion, ishme 9 pikë minus, edhe arritëm me dorë kampion. Ishte 7 pikë edhe 4 ndeshje, pi 4 ndeshjeve 3 kishim vendas.
Si mutu që për vizoni? Po, tha, nuk shko, tha, do të me... Okej. Ato kishin pas marrë trener, kishin pas marrë një drejtor gjerman që bëjnë analizat, nuk e di që ka pas emrin, nëse s'është më. Zimmerman, atë që po Edhe thash, okej, 19 muaj ishin pa pagesë. Edhe më tha, normal, i udhëzuam për një persone që erdhaj fillimi prishjes atmosferës Prishtinë është për njeriu që e pruni Rahman Haradinja, kush e pruni atje në klub, është akoma ai. Po, drejtori përgjithshëm. Drejtori përgjithshëm, ai vinken Stërviqas, Mirditas na folken, na llogarit ke si një shtresë më e ulët se ai. Kemi qenë lokal, unë, Curi, Fisi, presidenti, ka ardhe ka fol veç presidentin neve, s'na ka llogarit si njerëz. Domethënë, aty ai ishte ai që fillon mosmarrveshjet mrena grupit. Dhe më tha, po ta paguajmë gjysmën e nëntorit, edhe një 2 muaj borxh, se neve sa u shpallën kampion, fillum garat, 1.200.000 euro i pas fitu Prishtina. Me Bodoglimtin vate. Po, me Bodoglimtin. Bodoglimtin që aty ka marrë Fillum sezonën e re, mas 1 muajve vjen që ky person Ertan Osmani tha deri në maj mos pritni parë, tha se s'ka parë. Shme motivu ekipën. Një vjet lutëm pa parë. Unë rrogën e dhjetorit e ku marrë dikun në maj 2021, rrogën e dhjetorit 2020 as në maj e ku marrë. Lojtar 3 muaj 4, stafi 6 muaj pa të me arrit pa rrogë. Edhe vjen ti ku thua tash mo dolëm në Evropë, fitum parë, varëm një vjet, vjen në 7 orë i thot deri në maj s'ka me pas parë se janë harxhu këtë parë. Si lojtar, si me i vro. Qish me i motivune. U harxoj energjia. Edhe tha po të paguajmë tha gjysmën e nëntorit tha, edhe unë deri 2024 kontratën 2 vjet. Shqipe thash doj. Po më qed mund thera thash edhe vetë s'po doni mu shpu heqa. Asnjë therë juve. Po ja doj që thash nga. Ma ki bonit mirë. Edhe po ta ktheni të mirë. Paguaj nëntorin deri në fund, sa është 15 nëntor. Paguaj nëntorin, thash 19 muaj e ki të falta. 19 muaj bën 95.000 euro. Thash janë të falta. Ki boni të mirë, po ta kthejmë të mirë. Po të nëntorin paktën do të. Po kur je i drejt. Ti më që me nejt edhe me marr parë të këtë. Sa o morën vesh, me dha që ato borgjën, 2-3 muaj veç që ishmi mbrenda. Po, normal. 2 muaj, 3 muaj, ku marru për zot. Ajo kon standard. Ishim mbrenda, po. Mas 2 javë, negativ, firmos. Po. Kështu që smeta pa punë, halali ka, Rahman Haradini, atë borgjën. Mirë po, Prishtina gjithmonë ngel ekipe i madh, për gjithë shqiptarët e Maqenisë. Po flasë në Kosovë, s'mund ta i dritë, tifozë dritës me dosh. Baballarët e tynëve kanë dosht. Unë e di që, në ishim radio, Prishtina Partizani, Prishtina Hajduki, Prishtina Zvezda. Gjithmonë e kam përcjell Prishtina, gjithmonë. Pas kësaj aventura në Arabinë Saudite, qysh u kon për ty edhe qysh erdhe dejte oferta dhe me shku atje? Puna, po normal. Rezultatet. Nuk jam të që flas për veten, e lo puna në të fole për mu çka bëj. Edhe reklamën më të madhe që më kanë bërë në Kosovë nuk janë trofejt e fitume, sa janë fjalët e futbollistëve. Nuk ka pas futbollist që s'ka lujt, që ka lujt ai duhet të jetë i kënaqur, po edhe që s'ka lujt, edhe që ka fol ose s'ka qenë i respektuar ose s'ka qenë i kënaqur për me. Domethënë reklamën më të madhe kanë bërë ato, pas ative vjen edhe trofejt e fitume. Para Arabisë kemi pas periudhën më të vështirë në Kosovë që ka kaluar. Po, me Gjelani. Kur përmend ke Gjelani dhe Florim Zuka gjithë mendon, tash këtu pare, veç me shkuar. Tash ta kallë një sen interesant as. Edhe erdha mirë, super, Gjelan pinë gnati u ktheva me vullnetin më të madh se pa tani fjalë edhe janë të vërtetuar që Florim Zuka është njëri fjalës. Ka qenë njëri shumë korrekt. Ka pas shumë. Me treguaj se sa ka dhënë, çfarë ka dhënë, pse ka dhënë, për zotin vinte çoç keq edhe turp me punu me ta.
Domethënë njerëz shumë i sinqert, shumë dorëdhënës. Kish mujt Gjilanë edhe 2 vjet tjera me majt klubin me çato pasë. Nuk ka pas njerëz të mirë për menaxhu klubin, se s'është marrë me klubin. Po. Ka qenë një profesionist sa i se merr vesh punën e futbollit, ka vendosur njerëz që marrin vesh. Mirë, po çfarë shpore ka harxhu edhe s'ka fituar asnjë trofe, është gjë më e madhe. Ne erdhëm me entuziazm të madh në Evropë, eliminum atje pe Lepajas, u kthim dhe dorëheqjes së beseshin kurkush jabe florime. Jabe veç kështu e ka kamuflaz. Ai prap dhe 6 muaj me të pasit. 6 muaj arritëm shëve. Ka disa njerëz që nuk duhet me humb meritën futbollistëve, edhe puna e jeme me stafin, edhe puna e një Pajtim Halilit tifos, Pajtim Halili nuk o të azise pajtimin e njohin krejt Gjilan, po edhe Drilon Selemani. Kanë orë për 2 ditë kanë bërë 3000 kilometra, të ecën shtëpinë në 10 orë, në janar, me 8 janar për mu rikëthy, su më shelke klubi. Krejt falën borë që u këthin, e ullëm rogat, vesh për të një mu Gjilani, pas mu shujt. Edhe më rritë në finalit kupës. Edhe në Europë pa të dalë. Po, Arabia është... Shkova me kështu lojen para së Arabisë të këllësht. Duka gjini Gjilani fitoj 1-0 Solomone e jep gol. Më shele dhe nëse dera, na po trenerin, unë e kesh me do shok të minja, fjeda ta shok, ta pëtën ta se vëmi mi full, po vënë unë 10 minuta se unë shel dera dhe në klin. Ta qëre tha shopuna, tha unë edhe në Arabi, tha me shku, tha ajshë i, tha bankretan. Që të gërë ma vete, se Zuka u largu që atëherë, se këta janë njësën mirë, ishin shumë mirë, ishin Gjilani, ishë shumë serios. 7 gjiro me në porkë. Po, shumë serios, shumë mirë të ru, tha qërë tha shëpuna, tha unë me shku dhe në Arabi, tha ajshë i, tha tje që e ka klubë, tha bankratar. Vazhdoj. S'fat kesh që shkojnë në trejpsh mirë, atë qa shkushet, në Feronikël, u bo mas asaj keq, në Prishtinë ka 6 muaj, vinë Gjilan në len presidenti, shkojnë në Arabi, thasha, zotë s'problem. Shkojnë në Arabi, kejt, mas shkojnë pregaditje në Egjipt, u këthim për Egjiptit, presidenti super i knash, në bas fjallëve të letarve, dhe aty menajmentit që kish, sa të kenë me neve në pregaditje, për disiplinën, për profesionalizmin, për punën, edhe presidenti më thot, 10 vite unë e këtu president, të 10 vite trener. Ashtu sot. Unë jam praktikues i fesë islame shumë, falem, lutem. Në krejt jam musliman shumica, po praktikoj tepër fenë islame, familjarisht e kemi. Edhe mu mësu me qenë Medine trener. Medina një ndër qytetet në bekuara, qytetet më të bukura dhe më të shenjta në fesë tonë. U knasha krejt. 10 vite thaj me qenë unë e president, 10 vite të trener. Mas 2 jave largohet, u pëzgjedhit. Mesin pa president. Pore s'ka, vjen një president i ri, 33-4 vjetë, një djali Lazrum, milioner. Sot e këtë ditë borë që klubi me milionash. S'na ka pagu, jemi në FIFA. Ka të bloku më merkatan. Thashim moran qafë edhe këtë president. Skandal vjollë, si me dit para prakesht. Si me dit, ashtë asdojnë. Klin, të rruga atë, të rruga. Sa të lidhe me lavdimi që. Edhe atje shkova, unë e thash kështu, se disho që... E, se ka dita si ka me shku kjo, unë e bërë. Po, sa janë isim. E largova dhe presidentin, të Medini president, me bjetë që i shkon atje, e largova, metën pa pare, janë në borgja akoma. Edhe në dritë verës, normal, drita është një ndër klubet më të organizuar. E kam dëshuar me vite, pse janë këto. Pse janë këta dy, po. E verës, argjime, udhtimi, ka uvërnu rroga një 25 ditë. Edhe, se kur jem suti me morë 3-ën, 4-ën, 25 ditë, e dy si ju duken. Mu, se disha unë se uvërnu rroga, unë ka 5 muaj kom nete 25 ditë, për zotin, se kisha idenë. Po e shifësha pak të mërzit të i stafe, veç që thamë ati ndimësit që është i vendit, thashë, unë kom marrë, mësa bëtë edhe 3 muaj mu kom borgji. Jo, trener, isho dhe zbote, valloj, thashë, kom marrë dhënë, mësa bëtë me shkua, ma jaja, asë njerë s'ka ndodhë, me na kap 2 muaj pa gjesë. Trener, tash të drita, jeni ngarë për 2 trofete. Të shku mirë. Po, të ecë një sezon i mirë, një skuadër, deri dikon e kompletume.
Si e sheh sezonin edhe qysh po sheh këtë kohën te klubi i Dritës? Gjithmonë kur kam qenë kundërshtar i Dritës, e kena pasur një kundërshtar të fortë, sidomos me Prishtina të kujtohet, po fati i madh edhe kvalitetin, arritëm edhe Superkupën në Antalya ta fitojmë, edhe kupën këtu, edhe titullin t'ja marrim. Drita është një ndër thash ekipet më të organizuara, ka pas gjithmonë objektiv titullin kampion, gjithmonë ka pas futbollist cilësor. Tash jemi mirë, jemi në rrugën e dur, kemi konkurrencë të fortë brenda skuadre. Dhe ajo që më kënaq më tepër se nuk shoh kënaqësi ose lumturi se tash jemi komod, jemi 7 pikë para, jemi në çerek-finale të kupës, nuk ka shans me pa te Drita. Normal ndoshta dikon se edhe unë ju tham lojtarëve, kapitenit, Rombrojës, Besniki, Faton Malokut, shiven nëse më shihni që kena mirë, edhe mu më shërit mendja. O nuk është tur me thonë, o trener, ule pak. Ule se ju të shkushëm përpara. A unë me ju pa, unë 100% ju thamë. Po thamë edhe ju me më pa mund që më ka rrit pak mendja, therëm se më ban mirë, nuk më ban kesh. Kështu që te Drita kjo është më e forta. Edhe kur humbet, ndesha nuk bëhet tragjike. Se është normale sport e burtë. Rezultatet janë lojë. Mirë pa edhe kur fitosh shumë, nuk ka fest madhe ose ne una. Nuk di që kemi festu në herë te Drita në lojë që kemi fitu. Neve kur na kanë fitu disa skuadras, po kemi me emrin thotë se kam fitu titullin kampion, ne alojemi me vend parë, po festa ka qenë jashtëzakonshme. Ne fitu në ballkonin Suareg, qetësi, mbaron desha, sezoni gat, ka shumë betejë për të fituar luftën. Lufta në maj mund vendoset, ka funi i majit, po duhet më konë të gatshëm dhe më e rëndësishmja është mas më konë kur i kënaq për vetvetes. Gjithmonë me kërku më tepër. Kjo është një parole ime për futbollistët e mi. Gjithmonë unë nuk du viti arshëm të më kap kështu si jam. Du të bëj një hap më përpara. Të bëhet më update me ndonjë shërbitje të reja, me ndonjë ide të reja, edhe futbollisti këtë vit nëse ka arrit me fitu titullin edhe i merr shembull 3.000 euro rrogën, vitin tjetër mundohet të arrite kontratën e re. Në atë moment që firmosi kontratën, te atë ditë fillon puna, jo ka mbaru puna. E trit e kundërta, te trit atë që e firmos kontratën ai ka mbaru, mirë jena fare se mbaron kontrata. Atë ditë fillon puna për kontratën e re, për me vazhdu. Ne jemi rrugë dur, kemi një kryesi mjaft e shëndosh, 2 presidenta që kanë qenë korrekt dhe nuk i shohin fare, nuk vinë, ju besojnë punë këtyre personave që janë te klubi, nuk janë shumë njerëz, janë 3-4 persona që i kanë kërrejt përgjegjësitë dhe te puna ime nuk përzihen fare. Unë kam përgjegjësi për ekipin, unë jap përgjegjësi për ekipin, futbollistët më japin përgjegjësi mua dhe ka marrë një farë rregulli, një farë rendi si një skuadër, nuk jemi në nivelit lartë profesional, mirë, po për Kosovën do që jemi shumë në vija të drejta dhe edhe në rrugën e drejtë për të arritur objektivin. Keni punu me shumë lojtarë, për ty në është Besnik Krasniqi për shembull shumë, edhe te Prishtina ka pas paraqitje të mirë me ty, po edhe te Drita edhe këtë vit edhe vitin e kaluar. Këta lojtarë të krave bin shumë sy me ty, për shembull e përmenëm ma herët Islami Potoku, tani Islami Hoxha, Leonet Abazi, Besniki, edhe këtë vit është ashtu. Ovuka, kur erdhas, asnjë se ka llogaritë si lojtar kur e gjet atë, shumë pak kishte luajtur. A është kjo mënyra jote lojës që bin mbrojtësat në sy, se lojtarët shënojnë këtë golla, është interesante dhe Prishtina këtë kanë shënu golla. Nuk e ke pas një me thonë që këtë kam ja krylojt këtë zekës. Ka qenë miqë vetëmi që s'pasionu, ndeshën me Gjelani, në penalti, dhash, hajde miqë, 23 letor, 23 patën shënu. Patën shënu golla, që kjo është interesant të ekipet e duhet. Më thonë janë këtë involvume dhe sidomos mbrojtësat. Po Besnik Krasniqi është një emër që, në më thonë, në Gilan të tivos të Dritës respektohet shumë, edhe për shumë që edhe për kundër vjetëve është lojtari ndoshta më produktiv në Superligën e Kosovës. Qysh është me pas kësi lojtar në ekip? Si Fatunin e përmend ose Dabiqa, Ronin janë lojtarë që... Më thonë aty, me Dabin 3 skuadra. 3 skuadra këshim. Me Blerën 2, me Besnikin 2, me Fatonin 2, me
kush janë atë Ronin 2 me Armana në 2 skuadra, edhe unë nuk jam trajner që jam robi një sistemi. Edhe luj 4-2-3-1, po që në të praptohet bota, unë e 4-2, jo, nuk jam, se dush mu përshtat kvalitetit futbollistëve që. Më thonë, ne e tentum 11 gjera me Prishtinën 4-2-3-1. Nuk heske, lujshë mirë, nuk heske, dashke me ndryshu, shfan me ndryshu. E kini Besnik që shumë produktiv është në fazën ofanzive. Po pse mas me dhonë avantazh më tepër se Micit, ku Mici nuk e kish ofenzivën se Besniki, po defanzivën e kish më të mirë se Besniki. Edhe këto ide duke njoft ADN-n e futbollistit, karakterin e futbollistit dush me përshtat edhe sistemin e lojës. Kjo bie rezultat. Edhe të ne duke po se mes fush edhe në botën e futbollit edhe në Evropë është shumë vështirë me depërtu. Tjetra, numër 10 që kanë qenë me një kohë, si shpëtimi Drizje, Menton Zhdrella, ta si di krejt, po që kanë qenë vetë, kanë bo divizje mashtruese, kanë shutu me djathën, me të majtën, kanë asistu, ato janë zhdukje. Ta shka duhet forcë edhe depërtim nga krahë. Për me depërtu ka krahë, duhet mentaliteti e Besnikut. Që çdo sulm mundohet me mrinë sulm. Besnikun e kam më të përgatit tas se në Prishtinë, para 4 vite. Më dopt, shumë me pesh, tash e kam më mirë, sa në Prishtinë ka pas minimum një 5-6 kg më tepër se tani që ka. Punëtor, jep maksimum shembull për çdo rini se sa duhet me dhonë. Gjithmonë tentoj me shfrytzu armën më të fortë që e kam skuadër. Armën më të fortë në skuadër ku kam punu kanë qenë krahët. Dhe tash më smut luj për mesi kur krahët i kam më të fortë. Dhe gjithmonë depërtimi më i lehtë është nëpërmjet krahët. Mirë po, ndonjëherë mund të edhe mos ketë produktiv. Mos jetë ai depërtim, po dush me besu, me punu, edhe perfekcion nuk ka në futboll. Punojmë çdo javë, taktikisht, fizikisht. Asnjëherë ndodh që 100% kur dalim sulme, dalim ashtu si punojmë. Si kena punu. Ndoshta 50% ndeshjes dalim ashtu si kena punu. Po kur nuk i limitoj futbollistat që ose kështu dalim ose s'ka, jo. Kur vjen momente që mund ta bëjmë në këtë mënyrë, kështu do e bëjmë. Po momente tjera është fantazi e futbollistit, ide e futbollistit, vendosja e kundërshtarit, a mund bëhet, a s'mund bëhet. Nuk duhet të limitosh futbollistat. Ti losh lush, po të kenë disiplinë. Disiplina më e rëndësishme është mas humbjes topit, çka bëjmë? A shpartallohemi apo mblidhemi edhe për ta marrë topin? Kjo është më e rëndësishme sa si den sulm. Mas humbjes topit çka bëjmë? Puna e trajnerit, mas sa kemi mësu, nuk jemi ne, ka shumë trajnera më të mëdhenj. Ka pika në serviqe që duhet të shofish, a i kia jo. Ka pika në lojë që duhet me i pa, a i kia jo në lojë. Edhe nëse nuk i përmbash këtyre pikave, do jetë ai sukses i rrënjshëm. Trajner, na përmene ka shumë lejtar, po me na veçu, për shembull një tret, kusht kalon, ke punu me shumë futbollist, Kosovë, po kusht kalon kështu ta më mbresa për ka cilësia. O, Delova është i parë kështu pa diskutim. Mund vje keq për shembull që Dabiqa s'ka bu karrierë as Kosovës, se i ka pas këtë potencialin. Dabi, e din motori i kerit, motori mund të i mirë, po s'pa turbinë katësh. Dabi është turbina e motorit. Dabi tashme duka gjinë në Kupë 14.5 km, 120 minuta. Vitin e kalum clean për Kupë, 15 km i kalej. Mbi 15 km ka vrapu për se shkojnë në shtesë sa ndeshja. Thëmë, Dabi është turbinë. Qësë edhe golla po jep si vjen. Po edhe golla po jep, edhe mbrojtësat po japin. Po jo, me të vërtet që për Delovën se është futbollist i jashtëzakonshëm, po janë shumë tjerë. Është Ron Broja. Ron Broja është futbollist i trajnerave, nuk është futbollist i numrave. Pak njerëz e shohin punën e tij. Për mua është Rodri i dritës. Ron Broja është një trum mrena ose një trajner mrena fushë. Besniku është një ndër mbrojtësat më të suksesshëm në Evropë me numra, me asista dhe me gola. Si mund të thush për Besnik ose Ovuka, një futbollist që kur erdha nuk kishte as në plan dytë për ekipën, po u bë një futbollist i pazaventueshëm. Gjithë kanë dhënë
e thash për Potokën për mua. Gjithë kanë një farë, Potoko është për mua, futbollisti më profesionist që kam pa ndonjëherë në Kosovë. Po Mulin, futbollist më i talentuar, Marem Jashari. Me 16 vjet, me 22 vjet, çaj Marem Jashari është. Po. Nuk mund t'i veçë. Delova që ndërmërojës më të mirë, nuk besoj që Florenti në përmena, po. Florenti një futbollist që ka pas këtë double-double. Ka asiste dhe gol. Otto Gjoni, një sulmues që ta jep golin kur mas pak t'i jep pret. 27 golla, se më mend në 2017, edhe në Prishtinë ka. Ose një Lotrim Kryeziu që vrapon sa një mesfushor. 12 km, 13 km menos. S'ka sulmues që vrapon 13 km. Gjithë kanë meritat e vet. Ndoshta thash Besniki më i miri mbrojtësi djatë që kanë punu, Roni më i miri mesfushor, defansiv ose organizator, se nuk ka defansiv, Dabi mund të tham defansiv e ofansiv. Box to box, bash numër 8, ashtu siç duhet me kon. Shumë çavos çavaj me lut në Evropë le pak, një vjet, dy edhe pse i ka do vjet. Unë ju tham 28 vjeçor është, asnjëherë si lidhur. Po, ti vet, po. Shemë në Evropë, nuk është bash Evropë Azerbaixhani, po ne. Jo, nivel më. Kemi në Evropë, në plan prore kemi pagesë me na siguroj jetën djali. Ne të morë ashtu si ç'duhet me marrë, edhe pse nuk është keq, po jo, nuk është keq. Po mos janë më të mira. Secili futbollist kalon, shive, unë nuk kam bëu futbollist. Këta futbollist me mundin, me punën, me idetë e mia, me drejtimet e mia më kanë bënë një trajner të suksesshëm. Unë nuk mund të them se e kam bëu Florent Hasanin unë futbollist, e kam bëu Otto Gjonin futbollist, e kam bëu Rukin apo Potokën apo Brojen apo jo. Unë vetëm jap mundësinë me drejtun rrugën e duhur, me drejtun një ide duhura, një ide të sakta, dhe me arrit suksesin. Pastaj ato mund bëjnë trajner më të mirë në Kosovë. Për fund, ki hale zakon sa ardh vesh për Shkupit me pru baklava në stërvitje. Se unë e kom qëllu një herë të Prishtina, kur e kon në stërvitjes. Me logarit, 20% rroga ose shkën baklava. Po, zakon të me thonë. Po, Pem Feronikel, te është për dëshira se nuk bëhet kjo gjë. Shkupi njihet për baklavat e mira. Është një firmë atje që punon, i bën baklavat e mira. Ja ku prum fillim Feronikel, edhe futbollisti ta bën edhe reklamën, po edhe të fut në borxh. Se kam folën për skuadra me shok tjerë që trajneri na bie baklavë, mirë pastaj edhe në Gjilan, po edhe në Prishtinë. Paske qenë prezent, paske provu, shkëmini s'ka qenë. Përse ti paske provu, edhe me din çfarë shije kanë, edhe këtu ndrit, po më shkatrun. Po inshallah veç fitojnë, kur s'jam kam, s'jam noli ku. Ja s'jam noli, veç ne të fitojnë. S'ka lidhje se sa kushtojnë ato, vetëm ne të fitojnë. Çdo fitore ju kum prun, që kum shku në Shkup, ju kum prun baklava dhe normal. Shumë e rëndësishme me pas grupin e shëndosh. Mas grupit shëndosh vjen gjendja fizike, psiqike, taktike, teknike. Pas pate grup të mirë, vallai punon atë ditë ka të ki. Unë në grupin e kam qas zakonshëm, s'kam as edhe një futbollist me mikroba që ose dasha keq, ose egoist, ose mos shoshnohet, ja. Sa i s'mund ban me mu. Mund tjetë një muj, pas një muj e zbëllohet edhe s'mund bëj aj me mu, as me futbollistemi. Vetë detyrohet, largohet. Kështu që baklava dhe ubi veç inshallah fitojnë këtë dërë. Trajner. Që unë për falenderoj. Tim të hadet, vitën e fundit e vonet. Falenderoj. Valla shumë e s'kalon me folis. Ja, është, ma i madhë është. Ma i madhë. Po, ka përparsi. Do të ka përparsi. Falenderojmë shumë për kohën që ke gjetë, mas parim, se tash e dim që punë ka shumë, është sezon investuar mu, të bo edhe ma interesant, të rujmë sukses si me klub, po edhe shëndet, edhe po besoj që kena mu po edhe hera tjera. Shumë faleminderit që ishe pjesë. Faleminderit për ftesën dyve, me të vërtet një kënaqësi gjatë kohës kam qenë për emisione se janë shumë vonë edhe na pret punë. Po jam dje shumë rahat, në fillim pak ndryshe se s'jam mësu kështu, po një emision i jashtëzakonshëm, vetëm vazhdoni me punë,
siç më dëshironi ju mu sukses edhe unë juve suksese më të tjeshme. Faleminderit. Se me të vërtet i keni dhënë një shije tjetër këtij podcastit me shumije të futbollit, edhe ndoshta kur kush se ka ditë që unë kam Karrierë. se shka kum po të mira, tash i merr vesh. Po Ka edhe unë kum shumë mesazhe mirë. që ka qenë Curi, Dallku, shumë tjerë tash që i kum përcjell. Me të vërtet emision i jashtëzakonshëm veç, inshallah ju vazhdoni kështu. Edhe ka ju e boll. Po. Nashta në herë dënë me dal pak për futbollit. Po, do. Si di s'kum po, Ja, po, do. me dalë se Edhe po, në planin dytë e kena me dalë. Me zero. Si vene si i futim punë të tjetër kujtë. Ja. Kemi Po, është planin. mirë se ka shumë Shumë mirë. sportistë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, pa harruar t'i përmendim edhe njerë sponsorët tanë si që janë Patos Pro Transport, Mucha Solar dhe brendi njohur i vetura nga Korea e Jugut, Sangyong Kosova. Ju falenderojmë shumë dhe shihemi në javën e ardhshme.